Përshëndetje Prishtinë, faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me shiqua se më ndëgju një episod tjetër të Prishtinë Podcast. Sot këtu në studio me mua kemi Alban Abdullahu. Alban, faleminderit shumë që ke ardhur edhe me të vërtet kënaqësi me të pas këtë episod. Faleminderit për thirrje dhe faleminderit mirë që u gjej. Besoj që shumica e ndëgjuesve tash të podcastit ose kushdo që ka me pa këtë episod vetë se e din kush jeni edhe e din historinë që e ka mbrapa emri edhe mbi emri juaj. Mirë po e them prapë se prapë, do me thonë ju jeni gjenerata e tretë, nëse nuk gaboj, që jeni në profesionin e ondulimit, a duhet mi thonë? Po, për floka, për floka. Si të duash. Po, tash është sallon Iliri, quhet, do me thonë, edhe është një ndër sallonet më të vjetra në Prishtinë edhe që ka qenë gjithmonë kështu ma enë dhe ma i preferuar. Fillimisht qysh kemi filluar të miremi me këtë punë apo zanat apo kreativitet, çka do që mujna mi thonë, ka qenë prej gjyshit. Besoj që gjyshi ka filluar sepse është një kohë e gjatë, ka filluar gjyshi që nga vitet 58. Po. Ai ka filluar këtu në Prishtinë, pastaj e ka përforcuar në ushtri dhe sa i di informatat për shkak që është shumati edhe kur e kam pyet babin, ka punuar një kohë të shkurt në Shkup, po. Dhe pastaj u kthye apet në Prishtinë dhe ka vazhduar me punën që jemi duke vazhduar tani. Gjyshi fillimisht e kena një foto ndër më të vjetër sa ko mujtën e me gjetë, që më ka dhuruar dhe babi, është këtu me lokal ku është rruga tani që i thujnë UÇK, ose të qafa, ose i bjen ku janë semaforat të qafa përballë drejt. Okay. Te leasingu ku ku është tani ose kjo bota që është një lokal aty dhe sa e di prej aty pastaj kanë dalë te Krashi, domethënë përballë kur del prej Kino Armatës. Okay. Dhe aty kanë dalë gjatë viteve 70-ta. Edhe babi ka fillu, Iliri dhe më thonë, ka fillu të miret me këtë zanat prej që ka pas 4-15 vjetë, se 3 kanë qenë, ashtu ka qenë sistemi jetës, i punës, dhe fillimisht aty kanë vazhduar disa vite, dhe prej atyt në vitin 1985 ka dalë babi ku jam edhe tani që është në rrugën Agim Ramadani, ku jemi sot tani që punoj momentalisht. Gjyshi mdoket Aslan Abdullahu ka qenë. Gjyshi ka pas emrin Aslan Abdullahu. Okay. Çush ka qenë për ty, po menoj se tash familja ka qenë çat profesion edhe do me thonë te gjenerata e tretë që e ki vazhdu, a ka qenë a ke pas për shembull si një lloj, s'po them obligim, por raste kur për shembull një klient më shumë e ka preferuar po thojmë babin se sa ty, a keni një farë ngarkesa apo kupton? Jo, unë çush ja kum fillu si më thon natyralisht. As nuk e kum pas obligative, as se kum pas me zor apo s'po di çush më thon, unë sen që unë jena marr natyralisht, kom shku te babi si fëmijë, mas shkollës kam qenë gjevdedor, tani mas orarit punës kam shku ka 2-3 orë, tani kum pas 3-14 vjet. Dhe tu shku nga dale, i kom bo një 2-3 vjet aty, me shtu i shku me ndimu, me najt, ajo mos u kon punë, u kon si në shpe. Apo kuptojnë, kena shku, kena najt, kena punu, kom pa raste, dhe me thonë, sa kom najtun aty duke ndimur, duke punu, ke pa dhe situatën e salonit, si funksionan klientat, ke pa stëli plot lloj klientash. A kina i memoria kështu ma specifike të najsan që... Menaj që seni parë që u konë për me ndje, për flok, pa që një kliente aty dhe për mi hek ato që i kanë bështjel për mi bo për minival. Ajo konë prekja po feelingi, që me thonë, adin seni parë një tem që konë fillu për flok mi anis mu marë, edhe mi anis mu njoftu me flokën. Ajo konë
ka qenë seni parë edhe ka qenë shumë let mja hek ajo, pa qenë me një lastik me hek ato prej drunit ato mështjelëset, edhe e ku marrë një lavdat ma ka bo shumë let u konë si ka dhim, sepse ato kur i hek ka mujt me të dhim të ajo, faktikisht kur të hek, sepse mështjelën ato mu shtrëngu shumë që me mujt me qëndru ma gjatë edhe mu bo ma dredha. Edhe njëjtën ko, pastaj fillova me bo 16 vjetë, 17 vjetë, eksperienca filloj të përforcohet dhe përfundova shkova në Londër atje. Atje kom pas edhe i kom të tezën, fëmijët e tezës, aqt dhe hala, shoqni krejt kom pas dhe shkova atje qatë vitit 97 apo 98. Atëre i kisha 17-18 vjetë. Edhe deri sa më du leja e punës, me punu, sepse kemi shku si gjithë shqiptarë që kemi shku jashtë. Unë jam shku, si na shku për zori, po jena shku për qefi, ose me ik pak prej situatës, si ka qenë atëre vitet në fund në dheta. Punova me një salon 6 muaj deri sa më du leja e punës. Pastaj, kur du leja punës dhe aplikova për një kompani që është, e ka emrin Tony Ngaj, për aty kom punu 4 vite gjys, por 3 vite kam bo full training për ata me punu aty dhe Ati ki punu në Tony Ngaj, do më thonë, unë kom punu që i ki certifikime, kështu të tëna, jo, ne kom punu 4 vite gjys, e kom pas fatin, edhe 3 vjet i ki trajnimi aty, edhe punon për ata, edhe trajnojnë ata. Që i bjen ajo, aty e ki faktikisht 3 vjet trajnim. Si me punu, si me prit klientat, si me la flok, trasha, flok të holla, mi shpërlan gjyrat, si me ter flokun, me brusha, me lloj brusha, ose pa brusha, ose si me pre, si trajtohet klienti, si mbahet lokali, si produktet ata i kanë edhe produktet, kena mësu lidhje për produktet, si përdorën produktet, që është shumë sen me rëndësit e na, se akoma njerëzit kanë problemet e na shumicën e vendeve, jo veç në Kosovë, por nashta edhe gati rajonin e Ballkonit, se si aplikohen produktet, si bohen, dhe mrena 3 viteve ti trajnohesh me ata dhe edhe mëson si mu trajtu floku gjatë premjes, që me ditë mas një jave si ka me nejt, mas një muje, 2 muj, 3 muj, edhe janë ato strikt regula që ti desht me mësu aty, jo kësi kurse një ditë, një javë, një muj, ose 3 muj. E kur ke dojnë në Londër, për shembull, dhe ki pa stilin atje që besoj është shumë diverse se sa të na, ose në fakt ma mirë me thonë, kur ka qenë të na stili ma diverse i flokëve, që ka pas pak ma stile interesant, ma unik. Që kjo është një seni vërtet që une kur e kom pa punën të babi jam, puna ka qenë, ti e ke pa qysh për punën, po kur na kena menu shqiptar që na du të me dal jashtë. Edhe kena menu që veç jashtë është ajo dhe adin kur gjë tjetër. Unë për veti kur kom dalë atje, do me thonë diferenca mes premjeve të babit dhe premjeve atje nuk ka qenë kur farë naj farë diferencë e madhe. Atje veç ka mujtë me qenë pak se kam pas produkte për mi apliku në flok mas premjes. Te na ka pas ma pak, kena pas gilla, laka, shkuma, edhe naj vaj, pa i ka qenë shumë i rongë, të jënë kënë shumë bazike, atje ke pas shumë lloj produkteve. Dhe diferenca që ka qenë atje vishë teknikisht, qysh ata i kanë bo ndomjet për premje, edhe për me realizu, do me thonë, premjen. A diferenca që me po në i sen të madhen mu nuk mu ka do. Po kështu në stilet flokve, po menoja, si në konë pak ma kësha menu që atje, dyqysh të nam do këtë ma përpara kriti kanë pas flokët e shkurta, shumë u konë trend mi pas flokët e shkurta edhe si... Si ajo, po teksturën apo përfundimin e flokët, diferenca e madhe nuk ka qenë shumë, unë po foli prej pjesës të babit e mune që akum po. Mu veç mu ka desh që kur kom shku atje, kom po që diferenca nuk ka qenë shumë e madhe, përveç që ndamjet apo premje që shën bo, nëse atje i kanë bo horizontal, këtu babi ka bo vertikal, apo i njëjti sen. Do me thonë e ka përdor edhe Razer, atë zhiletin që ka u përdor atëre, babi ka përdor shumë, edhe kur kom shku atje mu ma kanë ndimu edhe pjesën për me u shkollu atje shumë ma letë, pse se unë e kom mujtë me pas vështirë për shkak që gjua angleze në Britanit madhe u folë ma ndryshë, unë e kum ditë, përse kum ditë shumë që mu marrë vesh, tani e ki gjuën e frizerizmit atje, që është krejt ndryshe.
Edhe do të thonë, ko mujt me pas problem gjatë shpjegimit, ata unë s'ko mujt na shta me kuptu, po vizualisht me sy, me senet që ti veç, që unë veç kom qeni i pregaditun prej këtuit, i kom pas çdo sen ma let me kop, se çka duhet me bo. Diferenca madhe nuk ka qenë, adin që me pas, edhe më kanë respektu shumë atje, për shkak se edhe klientat, edhe menaxheri më i nalti i kompanisë, për shkak që unë kom marrë prej një familje që mirën me flok. Edhe çajo kun respekti jam i madh që ata më kanë besu, sepse aty kur kom hi me punu në Toni Ngaj, gjithkush nuk ka mujt me hi për shkak se aty ke mujt me hi ma let nëse e kom britanes, që e ke full gjuhën rjedhshëm, ose me një preardhje italiane, sepse ata vetë kanë qenë me preardhje italiane. Ata ju nërë si migranta gjatë viteve 60, 50, 60 a Londër, sikur na që kemi shku dhe ata njëjtin sen e kanë bo. Edhe nuk ke mujt me hi me punu nëse se ke di gjuhën për shka klientave mi prica. Aty ka pas klienta nivelit nalt. Po dhe se kompani shumë e mirë. Shumë e mirë, edhe kom profesionale, edhe do më thonë u desht për shkak që asajna që ti nuk e mujt let me hi aty me punu. Po një intervist e kum pas kështët. Kom shku me bo intervistën, senin e parë ma kam bo qka din ti për flok, që u kon pyetja ma e mira, ma e leta. Senin e pyetja ka qa di une për flok, i kom të regu që gjyshën e kom frizer, babën e kom frizer, agjen e kom dhe një agj tjetër gazi është frizeri, do më thonë, thash, na jena, thash, familje që jena me frizeri, thash, bilem, ne kemi ma shumë tradit se ju të një nga, loja i me kesh. Edhe pyetja tjetër u konë, pse do me punu për neve, ma ka bo, ja kum bo për shkak që jeni matë mirët, edhe ma ka bo kur do m'ja fillu, ja kum bo kur muj, ma ka bo nesër munësh edhe u konë, me njerë, kum marë punën me njerë, që ka qenë shumë shtirë me apliku aty. Dhe kur kom ri në Londër, që kjo shumë me rëndësi, dola me djalin e tezës ke dita e dytë, më do këtë mur hajde po dalim me shetit, me ma tregum, shkum të një restoran ku i ka pasaj shok vetë në Leicester Square, e krytëm dhe shku me marë autobusin me shku shpe ku kom nejtun e të tezja në Edgware Road. Edhe ku ka qenë stacioni i autobusit të Piccadilly Circus, ka qenë një branch i Toni Ngajit. Edhe po ma bon djali i tezës ta që ta jenë shumë të mirë, adin, thash po, e kum ma afru kry, 18 vjet i kum pas, i kum këqyrë shtët në gjam, kum thonë këto është e pa mundën me orë me punu ose na i sen, por mas 2 vjetëve, 2 vjetë e gjys, 3, une veç diplomova edhe fillova me punu në Piccadilly Circus Toni Ngaj. Me qenë se kom punu edhe 3-4 lokale tjera, kur kam pas ata mungjes të stafit, kom punu në branchin e Knightsbridge, Covent Garden, Sloane Square, edhe në Marylebone High Street, edhe ka qenë që kjo në Regent Street. Të tonët kom pas eksperiencë me tëli klienti, me tëli far nivelit njerëzve, si artista, si muzikant, si gazetar të nalt, cilësis nalt, si s'pëdi, gjithë shka ka qenë një eksperiencë për mu që ka qenë andër me paskona jo zja ishe realizu. Wow. Po. Pas profesionit ju e kene pasion shumë edhe muzikën, me ndërlidh nështë ta pak edhe profesionin me muzikë, a më nëshme me dalu, po thojmë, me një farë mënyre në bas hairstyle, do më thonë stilet flokve dikujt pak me ditë se qëfar muzike ngon. Po, mujnë, atere kena mujtë me ditë, besoj vitet... A më kupton një farë... Po, unë e menoj, gjatë viteve 70, 80, 90, dhe në 2010, kena mujtë me ditë, që jo qëfar loj muzike, po dhe qëfar loj nivelit muzikës, a dhe në mundët me ngu, tash për momentin është pak ma problem se mu u përzit gjithë shkafi, mu s'po dijet as kur qka tek, me qenë se ma mirë, pse jo, gjithë kush let man qka do në flok, qfar do loj frizure. Edhe, pse mos me shpërndo, pse mos me përjetu qatë premja, po qatë loj frizure, qdo loj njeriu, qdo loj generate, adin, qdo me thona i ria, i vjetër, apo qka do, adin. Edhe, për veti kemi ndëgju pak mush, në shpe kemi pas gitare gjithë, sepse babi ka qenë edhe gitarist, edhe ka kënu, edhe ka ro gitarës, edhe ka këndu, po edhe basit i ka ro. A i ka fillu, do me thonë, mi ro gitarës kur ka shku edhe në ushtri, po edhe para ushtris a i ka bu muzik këto, po, që njëra është këto në ushtri kur ka qenë. Edhe një e kena e shfaqim... Që është veç babi me gitare. Po, është babi veç me këto, dhe pastaj
Unë në shpej gitare kum pas gjithë edhe kum marrë që ashtot njerë, dy herë, tri herë, edhe tani mu babi më ka ndihmu njerë me më do këtë ka qenë Smoke in the Water, kanga ku ma mësoj një herë edhe prej ati momenti tash unë ndëgjej muzikë, rock, metal, thrash metal, death metal që e din edhe shoqënia jonë edhe faktikisht gati njëjtë e kena boja, këtu jenë edhe me babin, mi kallëzoj ke pak do akorde se si çka do të me bo. Ja, u konë, e kemi ndo bashk. E popularizume që e muzikë në, po thonë, në dhejta në Prishtina, ka pas skenë rockut metal në Prishtina? Ka pas po shumë pak, jo shumë. Po, ka pas po shumë pak ka pas. Nuk ka pas shumë zgjidhjes, besoj që ka mujt me pas në isen. Kemi hek shumë edhe me ble majica, CD-a, apo kaseta, apo çka do që kemi gjithë, që kemi pas, qef mi pas, po dikush na ka pru pi jashtit, dikush diçka na jena munu me gjint. Po, e tani kur jam shku në Angli kum pas shumë malet, atje se edhe bende kena pas shumë ma shumë, që kështu të na lidhim familjarisht edhe edhe me babin, si për muzikë, si për floki, kemi pas njëjta, babi ka pas një besim shumë të madh ndaj me që për që ata edhe kom mujt me mriun e tash ku jam. A kupton sa kom mri ato njerëzia mujnë me vlerësu apo na i sen, po gjithë i kemi pas bashkë, si me gitare, si me flok, si me krejt, kur nuk kena pas në herë një fjallë, si me thonë adem pse kështot ose ashtot, po veç e kemi këshy njëri tjetrin, edhe kur jam kthy pi anglisë, në kom vazhdu me përcjell babin, sa ere ka prej flok, mi najt gati, për shkak se që aty është rënja jonë, edhe e kena di që nashta një ditë s'kemi mi pas këta, e kom mundu me vazhdu, me këshyr, me shpenzu ko sa ma shumë. Po, me najt bashkë sa ma shumë. Bashkë, po, se gati na ka ra, veç kur jam kthy prej anglisë, një 20, 2 vite, veç kemi punu bashkë. Ajo kun jo dhurat, jo andër, po u kun diçka që jena knaq, edhe as s'pëdi, edhe jena kon babe, djallë, po edhe jena kon kolegë, ose edhe jena kon s'pëdi, s'ka fjallë, nuk kena pas në herë që me thonë, adin, më s'kena prit mu bo bashkë edhe mi gra ditës, se që aty besoj që andra tina u realizu ma shumë se sa që dohet, edhe ka qenë... Dhe jeni knaq bashkë, e sa i përket muzikës, për shembull, qëre se tash unë nuk jam e duhura me fol për këtë temë, mu më pëlqejnë, adin që bojnë hajgare me Backstreet Boys, do më thonë jam këtë tjetër, po du me ditë qysh je prezentu për shembull e di që Slipknot atje e konë edhe në koncertet bendeve shumë doja dhe qysh je kur kur je prezentu ti me çat muzikë ose kasetën e parë që të ka rënë në dorë. Këto për këtu sa jena kon për mu u kon albumi i Metallicës që And Justice for All që për mu ma ka ndryshu krejt jetën, edhe tani çdo moment që akum njoftu bende tjera, si me thonë Megadeth ose Motley Crue ose Skid Row ose që ka dalë Pantera, Slayer, Anajsen, i kum përcjell ato dhe tani kum lyp gjithë bende non-stop treja, po si thash atin para luftës të na ka qenë pak probleme me gjithë bende treja, që kemi bo, atëre kush ka pas satelit, ka pas prej shokëve tonë, ka qenë MTV Handbangers Ball, ajo u jep vetëm dielleve, prej orës 11:30 deri në ora 2. E tash, kush se ka pas satelitin, ti ke mujt me pa me një kanal, që e ka njep MTV në dielleve prej 10 deri në 12. E tash, çka kena mujt na me nëzon gjys ore, 2-3 kong, apo 2-3 bende treja që kanë dalë, që ato jonë kon bendet tjera që na kena mujt treja me gjithë, ose e kena marrë CD-at a kasetat, kena këqyr kush ka falimderu prej bendeve, që ato kena gjithë edhe bende tjera që me zbulu kush janë këta bende. Kurse kur kom shku Londër, ajo kon këtë tjetër bot, aty miliona bende, miliona zhondra të rockut, metalit, apo çka do. Një ditë tash mu s'm ka ra me përjetu që të konë me kaseta heq, edhe më kallzon halla e ti përmerë dhe interesant, se ajo i kish halua do kasetat vjetra. Edhe theke për shembull në radio, u konë një segment që i kanë shu do kong, edhe theke te ke marë, e ke shti kasetën atë kasetofon, mi anis me inqizu tash s'po di qysh, edhe ke i ki inqizu, edhe e munu për shembull me nal fix inqizimin, kur janis ajo në radio me thonë na i reklam, na i sen, se s'ke pas material, nashta edhe u desh, na i kush radio, ti e ke marë, nashta e ke pas radion tonë, e ke marë qatë kaset prej ashtit edhe e ke lëshu që konga, na i sen tani na u desh me inqizu, se s'kena pas, me qenë se dikon thash, dikush ka pru prej jashtit, atin edhe e kena pas shumë malet. Tani njëjtën kohë për flok, sa kum punu në tani ngaj, kom pas kontakte tjera me frizera shumë nivelit më të lartë, se nuk kur shkova Londër nuk ish puna veç me prej flok, po ish puna edhe me përpunu sene me flok.
për që ata ekzistojnë shumë lloj produkte që ti I përzin produktet me flokë edhe të na që I thojnë frizur. Edhe kena kontakte që kom pas me frizera shumë të mirë, nivelit nalt kena punu në për London Fashion Week një 4-5 vjet. Është eksperiencë krejt tjetër, sepse aty nuk kime prej flokë, po kime kriju sene, kime kriju flokë, kime kriju format flokëve. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë se kena bashkëpunu me këto modele që janë, që kanë me emra me, kjo është Naomi Campbell edhe ajo tjetra, Anglezja, që patem, Kate Mossy. Aha, me Kate Mossy. Krejt janë, krejt, se atëre sukun nuk është nëjë farë big deal, një ndër në Angli nuk ka big deal kush ja që ka I atë kje. E ty të ka radë, me thonë, me punu direkt. Krejt, kena punu, bashkëpunu edhe, dhe me thonë, kemi punu edhe për gazeta, kena bo hair story për gazetën ID, për gazetën Nylon, British Vogue, Glamour, qa ka pas tjera, janë do tjera që si mojnë se shumë pun ka pas, unë 8 vite kom jetu atje, 8 vite mu kam bo si 8 muaj. Dhe çdo lloj eksperience, si me bende, kemi shkune për Reading Festival, kemi pas guest list, kemi nejt me bendet si Deftones, Rage Against the Machine, Slipknot, ose plot bende që kena nejt, kena pas fat ty të harua me I taku? Me nejt, me nejt në backstage, kena nejt, jo gjatë viteve 2000, kur kemi shku në Londër atëre, Edhe janë kon këto eksperienca tona që janë të paharrueshme edhe të paralizueshme, mënoj. Koncerte për shembull që po thon Londër ka pas, në Prishtinë s'ka pas, në Ajsan shumë që si rrotri, kanë mujt me pas në teatrin Dodona në Ajsan, te na këtu që është normal teatri, tu I kanë bodo bendeve nuk janë mojnë me në emrin, shumë po ka pas disa, po jo shumë në Ajsan që kanë mujt me realizu bendit me orë prej jashtit normal ka qenë pak ma problemat e retena. I na konë lëveshëm non-stop, tu kërku se në narin që atëre kur imi konë 3-4-15 vjetë non-stop. Adi me gjithë bendet reja, bendet asaj kohës 90 kanë ushtru, dikush ka pas fat, ka pas garajën e vetë, ose tjertë kanë ushtru në për podrume të banesave. Të na po thojma? Të na Prishtinë, nëse s'kan bo shumë zhurëm, se tani kanë bo probleme këta kojshita, njerëzit që kanë jetu në Libje. Po të që kena folë që të sem për bodrume, që janë për shambull në Apibjan, Nulpion, për momentin Nulpion janë, po ka pas edhe këtu për Slovnia Sportit, bashkët djallit të zistem, një 2-3 bende aty poshtë podrum kanë ushtru, po dhe bende tjera së më kujtojt ku kanë mujtë më ushtru, ose kush I ka pas kushtet apo garazhat e veta, se nuk ka qenë letë atëherë, se edhe problem edhe nga po dhe edhe prej policisë edhe po. Ka dhënë ati gaza, o që ashtot, ku keni ushtrua, që kanë ushtru bendet për para? A keni pas garazha? Kena ushtru, po të s'ka kështë konë pjesë asoj. Jede, atim pse, se une 5-6 vjetë ma I ri se ti jam. Kena ushtru nër banesa, qashtet, po. Për nër banesave, po. Për shpia manena, jo se këtë. Dhe vesh tani në njekëshën policia. Zi, qashtet, po dhe qaj është tash, se mu së më karo. Na I bojshëm për shambull pa iset pej kacalarve në brek dilit, pej dilit në Lpion, qashtet, po. Tani apet, ku do që na leken në vend, dikush? Mulle me shku. Po e qalën, gitarën, që ashtu komës. Qashtet e, po. E që kjo që e se mu së më karok që ajo periuda. Mu më karok ma ndrysha, den edhe spjegova one që shëkum posë. Desha. Halo, ajo ndo garozha. Po. Halo, ajo ndo garozha, unë se këm ditë që ato janë qashtë vjetra që kanë bo ma për para. Adin që I kanë izolu kështu edhe bojnë muzikë, halo, në për garozha. Qito, ajo të Dardania. Ato janë mas luftës, apo pak para luftës. Te Kroni Bord, ku I lojshin kjeret atë. Para luftës, po. Po dhe që ato janë ndër vjetra tani mos di që ka pas. Se në për banesa janë kënë non-stop. Qëtu të djallit të sisteme ka pas për bol Slovnia Sportit. Po, qaj edhe, po. Shek të janë kilov, I kam bojt, po ja qollën. Qollën 200 kilo, për në janike, për 10, po. Qefi ma I malë. Po, për gjithësore dhe tani u kry. E tja ke bo muzikë qatë koha? Pakës kom bo me shusni, po jo serja, së një marrë me punë. Po. Puna nuk më ka leju, qashtu dhejt. A keni mu gjatë në dhejtave me majtë lokalin qelë, u konë me një mënyrë po, rezi, u konë, po. Jo, deri sa s'ka fillu lufta, u konë, okej, dhe në regull, po u konë bingo, aty qështë ka qëllu, se ka pas të lifar njeri atere. Po. Edhe je koni rezikun paka shumë, po, ashtu ka qenë jeta për krejt. Po. Këto janë ato senet që
puna e Britanisë madhe, unë kom pas fat për veti që jam shku në kohën më të mirë, kohën më të duhur, sepse edhe atëherë dhe kompania toni ka fillu të zhvillohet sa ma shumë, ka pas njerëz të mirë, punëtor të mirë, mësues të mirë, aty ke mujt mi bëhet nuk ke mësu veç me prej flok, po ke mësu gjithë shka me bo, si me trajtu lokalen, si me organizu, me majt mjetet, tash po mundomi maksimum me bo punën edhe në kohën e sodit, por ajo kohën fati i madh për mu. E në Londër, kur ke shkua, e ke pas vështirë aspektin social edhe që ka pas të për shumë të Prishtinës, më do këtë që asë kohë? Une kur kom shku, thash që kam qenë të tezja, djali tezis atje ka qenë, në atë kohë kur kom shku, ka qenë duke studuar me një college në Farnham, është South London ajo, edhe kom taku njerëz të muzikës teme, se mu qaj më ka interesu ma shumë, muzika me pa bende, se sa që më ka interesu na i sen tjetër. Thash, për flok që kom hinë të një ngaj, ajo ko një bingo a jamja që as vetë se kom dit. Edhe që kom pas shumë fatin e madh. Dhe kom njëftu shumë shoqni atje, shumë shok, Londra ka qenë e madh atëherë 24 orë, ka funksionu prej të hanës dhe i dilën. Nuk ka pas na i farë orari atje që ti ke desht me majt, s'ke mujt atë shoqni me majt një, se qa shumë njerës ke taku të në kohën, ajo kohën jeta... Dhe shumë gjallë, është shumë gjallë një. 8 vjetë për mu kanë qenë si 8 muaj. Edhe ki shumë, edhe tash që në lokal i ki të shfaqë në kështu që i ki koleksionu për shumë biletat e bendeve që ki marrë pjesë. Qa kom pas fat, kom mujt me rujt disa bileta, edhe i kom disa dridhsa, po ato që i bjen gitarës do bendeve që kom mujt me kap, edhe i kom ca memorje diçka që kanë mujt me met, kena disa majica do tesha, do duksa, që i kem prej atejshi para 20-25 vite, sa i bjen prej, kur kam qenë Londër, që atë do memorje se atje nuk gjdo 6 muaj 1 vjet u desht me ndru vend banimi, se që ashtu të kun jeta, dhe tani sa ke ndru pa hup në i sen, s'ke pas qare, se... E të cilat bende e kun koncerte që janë kështu ma të njoftu në... Plot prej Metallica, prej Slayer, prej Megadeth që janë këta ma të popularizum, ka Fear Factory, ka plot Deftones, Rage Against the Machine, Tool, Ozfest, ka qenë në 2001-ën, ajo ka qenë jashtë Londrës thirët, Milton Keynes Bowl, që ashtu ka qenë ai vendi, Melly Mansoni, Sepultura, që ka pas tjera, plot, Madball, plot bende. E kur i e këthya, ke pru kaseta, kësisane për shoqni, mërç të bendeve... Gjatë kohës, kur visha në pushime, i bisha disa sene... Në kjo ardhë? Po, mrena 8 vite zdi 3-4-5 hera kom qenë në Prishtinë, sepse s'kisha ko me arë, se jetë atje u zhvillojke dhe nuk ishëm ko me nejtë. Po, situata këtu, ajo i ka ra mas 2-3 vite kom marë për herën e parë. Po jeta ka qenë që në zonë atje që shkojsha në Evropë, se mbike edhe, s'me thonë edhe ma lirë, se kena këqyrë për ato, por me shoqni mbike me dalë në për Evropë, bëjshin dilat mirë edhe shkojsha në Evropë, me orë në Prishtinë okej, me orë 3-4 herë, po, edhe në vesha, po, njëtën ko bisha dhe dhurata, shoqni ka njerë gazeta që është ato Metal Hammer, i ke pas do CD-a kard me gazetë, dhe jonë konë aty bendit që kanë pas i kam pas këngët e vetë para se mu bot mëdhaj edhe ju tregojsha, ngoje qitë band, shembull, ngoje System of a Down se kanë mu bo band i madh, se alas në Evropë si ka njoftë kërkosh as në Angli, ose për Slipknot, ose për plot bendit qëtët, ngoje qëto se kanë mu bo adin. Po, ajo CD-a në fund të revistës. Të revistës, po, që u konë, aty jonë konë një 10-20 bende që jonë konë të mirë, si verzion, u mënej shë edhe me nda me shok, këtu se disha që kina hek. Po tani mas 2000, 2001, 2002, me qenë se apet kina pas probleme me viza, po apet... Po, edhe një gitarë më do këtë ki... Po, e kam një gitarë atje që e kom ble, është e vjerën tash në salon, se është si pjesë e kohës teme, edhe babi ka përdor ka pak, edhe është në salon, se është si pjesë e kulturës tone, plus e kom një orë të gjyshit, kjo është ora gjyshit që ja ka jep një djallit agjës babi dhe pastaj ai mas sa vjetve ma dhuroj mu, që kështu gjatë orarit punës në kohë kur jam në salon është ora që me qenë prezenca gjyshit em në salon, edhe janë sene tjera që janë fotografit e babit,
apo sene që I kemi ndona bashkë kroni, gërshon të këto gjëra. Edhe gërshon t'i ki krejt, po, krejt I kem aty, edhe janë që I kemi ndo bashkë, se bashkë kina po t'kejt senet. Po dhe salonit ja ke rujt më tokët kështu qatë frymën e vjetër, a vetëm salonin, krejtë... po, kur erdha une prej Anglis, prej Londres, do me thonë, babi filloj mi hek do gjonat veta me emër, vetin me krejt dhe I qiti emrin tem, shembull Alban. Dhe normal mu merë pa lidhja I sen, se mu do shumë rëm për veti, jo që me përjetu rëm, po diqysh... Po dhe t'ka përshit shokun. Unë jam ai verzioni që jo mundu dhe mundona dhe do mundona deri në fund që t'ja vazhdoj emrin e tina dhe I thash që këto do t'me hek, emrin tema dhe me lonë to, se unë t'a vazhdoj ty si ti me qenë këtu. Lokalin mrena... Qyshe ka bo mami atere me babin, ka ndimu njeri tjetrit, gjanat krejt është njejt, 2-3 mëcina I kom druni, kom pru disa karika prej Londrës, e kom dasht me pru pak diçka ma stabile, jenë një kompani që prodhojnë njëm dizajnera dhe angleze dhe japonez, bojnë vetëm për berbera, frizera edhe për dentista. Ato karika që për me prej flok, për me prej flok, po. Për ndryshe me dizajn me krejt I kumrujt si për veti, si për syt mi, I kumrujt sa ma shumë, as nuk kum hinder hymë jena I sen me bo me renovu, se kom po dosh me mot sa ma originalet doket, adin e ka ato të vetën, njerëzit knaqën kur vinë aty, edhe klientat e ri, ka klientat që sët e dit vinë, që mi ka përcjell babi mu, gati, kom ri gati të gjenerata e tret, po se po, të një familje, si me ardhë një pesha, vajza, nona, njere, dyere, më ka ndodhë me përjetu, flok mja bo dhe gjeneratës të katërt. Ato janë dy, po edhe vazhdojmë një sistemin e njëjtë me pak ndryshime ma të vogla. Po dhe të na unë një kokë marë, tani u konë mame, hala, tani gjyshja, janë 3 gjenerata janë që... Ajë nuk është vend që është veç me prej flok, është një vend që është mu... Mos me thonë tradit se u bo mo palidhe tradit, të thonë njerëzia është si një pjesë e Prishtinës, si një copë e Prishtinës, e që na e kemi majtë dhe se kemi shkatru, sidomos unë jam shku e kum përbo punën, zanatin, apo që kam I thonë jam mënu me bo sa ma advanced, që me qenë Prishtina me një lokal që prejmë flok, edhe I kena mas mirti që mos me pas njerëzia me shku as në Gjermani, as në Francë, as në Amerikë, as në Angli, po njëjtin sen e ki këtu. Barem, këtu mujna me folë Shqip, jashtë kur shkon, apo kupton është ma ndryshe, ma nuk të kupton, ma e ka sistemin ma vështirësi, unë e menoj, sepse... Po si në vend tonë, ashtu nuk e ki kërkon. Komunikimi për flok është shumë rëndësi e madhe, dhe mënyrën që she kemi transformu familja jonë, ka qenë shumë but, shumë rjedhshëm, pa presione, pa inati, s'po dish me thonë, pa kur që shumë është bo vetë naturale. Edhe për që ata se një asë që mu lodha, po na I sen kemi njerës prej jashtit, vinë klientat na gjejnë, për shembull nashta ju pëlqen që ka punojnë ana me flok, e këshyrin lokalin, e shojnë, që ka nashta na I shije, apo qysh do qysh e shojnë ata, edhe klientat I kemi, adin janë shumë njerës të mirë, edhe kalojnë a bukur. Mujna mos më konë të everyone's favorite, që me thonë adin për gjithë konin, po edhe keni qatë venin e juj që sonja unë zanë dikur së përdi shme thonë, se keni shumë unik edhe stilin e të premnës. Maksimum ju munu edhe me majtë edhe lokalin, po edhe për mënyrën e premjes, që po thonë që mënyrën e punës që shebojmë na nuk është kurs, një ditor, një javë, apo një muj, po është 3 vjeçar, taman që e ke pas, që thojnë në Britanit madhe, thojnë full length training. Edhe është ajo që niveli Tony Ngaj është niveli maj nalë botror për flok, që sot ditë nuk ka që mune diçka me te I kalu, edhe... Ju pe benim Prishtinë. Edhe prapë tani. Ti ki 2 djemë nëse s'ka bëja, a menon që donë edhe pëmënaj ka më shu që këtë tradit e familjes me ty, a menon që ka me vazhdu edhe ma tutje? Ajo puna që prej gjyshit ka dalë, me thonë babi, ata kanë dalë edhe njëti verzion, edhe ata ka qenë që s'ka qenë shumë
me forca, apo me aden që më thonë mi jep shumë zor bono. Çashtu të njëjtin. Po natyralisht. Natyralisht unë nis edhe babi, çashtu ashtu edhe unë kam fillu mu marr. Po. I kam 2 djem, njëri është kauni, i ka një 16 vjetë gjys, kurse Froni ka 13 vjetë gjys. Me ata e foli, ata qysh rritën njëjtë si une, do me thonë rritën në ambient, apo në frym, të një frizeri apo me një salon ku mirën me flok, ata deshtën, ata vinë të unë në punë, dhe kur të vinë punë, si kur unë që kom bu me 2-13 vjetë, kur kom shku, kom pa të i shku në salon, ke pa klienta, ke pa të prej flok, ke thonë ka njere, ka da se qëtash e kryti babi qëta, ja teri flok qapi qetash, ose qapi bënd. Adin e njëjtin sen, njëjtat pyetje i kam dhënë prej fëmijëve. Do me thonë pe vren interesimin edhe prej tëne që ju pëlqen. Po, ajo është veç pyetje, mundet mos mu kon heq ose mundet veç mu kon. Merr e këshyr vaksin, e she, ka njerë mandimon me fshisa, krejt, edhe njëjtin sisteme kanë dhënë prej meje, çka të kanë dëshirë, nëse kanë dëshirë, mujnë me vazhdu me këtë pjesë të flokëve, sepse unë i kam edhe 3, 4, 5 aq tjerë. Edhe prej tëmve se cili ka pakës prem flok. Adin që kështët nuk është najsen kjo, të na në familje nuk është kjo që u je detyru ose teknikisht i dush me mësu, po na jena rrit në qasi fryme të flokve dhe është sistemi që të kapët vetë ju. Kurse njëjtën ko është edhe gjyshi, Aslani ai kur ka dalë prej lokalit të rruga UÇK, kur ka dalë përballë dhe me thonë të Kino Armata, i kemi ca foto aty, e njëjtën kohë gjyshi ka qenë edhe sportist, ka qenë kryetari i referve për Kosovë në ish Jugosllavi atëre. I ka majt lojnat, ka referu edhe në Tiranë gjatë viteve 70-ta, kurse edhe në Prishtinë ka referu janë disa foto që i kemi na që i kemi pa. Edhe do me thonë njëjtën kohë janë marrë edhe me sport, dhe me thonë gjyshi, por kur ka dolte ky saloni ku e ceka tani, a i ka qenë edhe drejtori i frizerve në viteve 70-ta të kompanisë që u thirë proleteratere, ka qenë kompania që i ka pas disa salone në për Prishtinë, e ka pas për djem edhe për qika, kurse që kjo ka qenë branqi i gjyshit ku ka punu në qendër është fotoja, ofër të Grandi, dhe ai do me thonë krejt frizera tjerë që kanë ardhë, i ka punësu, i ka jep punë, i ka tregu se ku për me punu, do me thonë njëjtën punë e ka bërë, se ka qenë edhe kryetari i referive për futboll, edhe sportist, po edhe njëjtën kohë e ka bërë edhe frizerizmin edhe berberizmin, do me thonë jo vetëm ka punu edhe berber edhe do me thonë edhe frizer. Dyja ti ka bërë edhe për vajza edhe për femna, që është një sen shumë e rëndësishme, është një lloj kulture. Shumë ma letë kur që të thash kur rritesh në asaj fryme është që e mëson ma letë punën, edhe din ma ndryshe, e mëson shumë ma herët. E dikush adin kush nuk ka kësi tradite apo kësi eksperiencë të jetës. E ka pak ma ndryshe besoj atin. Kështë qenë mirë të lokali me pas jo si na i lloj si po di diçka prej komunës ose adin më kon tamam si që ta marrë landmark. Më pas si një landmark se jemi aty që sa dhe kemi përcjell shumë gjenerata, shumë klienta prej krejt Kosovës apo Evropës apo botës vinë prej tonante dhe gjatë kohës babit kemi pas plot klienta prej plot vendeve edhe këto që kështu për neve e ka pak një pikë si që me thonë është një vend që ekziston edhe punohet si këto, si në Londër njëjtë është, s'ki kur farë diferencë, apo kupton, bilim këto është pak ma letë sepse mirëm i vesh Shqip. S'ka nevoj njeri me hypa aeroplanit, me bo shpenzimit te atje edhe me bo, edhe mirët vesh, as mirët vesh, adem për me thonë që na cilësia jonë, kjo është Prishtina, Kosova, ose Shqiptarët është mirë mu mbur me këto sene që na kemi kësi njerë që të mirë të knowledge, që shme thonë të mësum që mirëm me kitë punë, se le të di njerëzit mos menojnë që veç ata të jashtit janë të mirë, jashtë, adin. Jo, më këna dhe na edhe stile shumë unike. Shumë mirë që janë hek vizat, edhe tash njerëzit shkojnë bojnë eksperiencë atje dhe shojnë tani dallimin shumë më mirë edhe i shojnë gjitha senet edhe tani një audinë edhe jo vetëm mu si frizer, po edhe frizera tjerë që në krejt Prishtinë apo krejt në Kosovë, se edhe na jena shumë të mirë, shumë më të mirë jenë edhe plus çush kemi pas jetën,
edhe s'kemi pas shumë informata, s'kemi pas as ku me pa, apet kemi qenë shumë të mirë, kemi qenë pak frizera ma vizual. Po. Këta e kam pas me tona të mirat edhe apet që diferenca mes neve dhe në Angli s'ka qenë najsen e madhe. Po. Atëherë pëthojmë edhe njerë për fond për ndëgjues ose shikues, nëse shene dikon rrugë me flok pak ma unike, pak ma të bukura, dine që është prej Salloni i Lirës. Faleminderit edhe juve. Alban, faleminderit shumë që kjo ardhë sot edhe që na i ndove këto histori rreth Prishtinës vjetër, lokale, traditës familjare, me të vërtet kënaqësi edhe ndar i madh që të kemi pas në Prishtinë podcast. Faleminderit për ftesë kur të tani. Faleminderit shumë.